kur dhe për t'i fshehur gjurmët e rastit që ka ndodhur, siç thot prokuroria normalisht, sepse nuk mund të jepim një vendim dhe të themi vrasësit ose personat që kanë kryer vrasjen derisa të jepet vendimi. Ka edhe shumë detaje tjera normalisht që çojnë në këtë rrugë, por vendimi do të jetë përfundimisht të hënën kur të Leon Perlaskaj, pra gjyqtari i rastit, do të jep vendimin, ndonse ishte para planifikuar të jepet me datën 10 korrekt, ishte shtyrë për shkak të një prove, po është tepër interesant që edhe me seancën e datës 10 korrekt edhe në seancat e tjera, treshja e familjes Mehmeta janë gjithmonë të buzëqeshur, të lumtur, themi kështu në seancat gjyqësore. Pra babai me 2 djemët e akuzuar janë totalisht relaksuar, pse? Edhe shto faktin që këtu nuk e kanë pranuar asnjëherë që kanë bëj me këtë rast, që është asnjë nga këto që i përmendat që janë akuzat e prokurorisë, këta nuk i pranojnë që nga fillimi i procesit gjyqësor, por është tetë e çuditshme pra sjellja e tyre në sallë të gjyqit. Më ka bërë përshtypje vazhdimisht sepse kemi përcjell tepër shumë raste të tilla, tepër të rënda. Edhe nëse shpirtisht mund të ndjehen ashtu aktrojnë në kemi parë Ajmur Selin, si largon kokën, se nuk e shet trupin e ish bashkëshortës rrasë djerë. Po, i bie të jetë një farë dëmshurie ose bashkëndjerje që e kanë me familjarët e viktimave në këtë rast, po këto nuk është i njëjti, pra dy vëllezërit vazhdimisht qeshin, ose kur është koha e pauzës kthehen dhe bisedojnë me familjarët duke buzëqeshur, janë komplet të relaksuar, me atë idenë që ne nuk e kemi bërë, nuk kemi të bëjmë kurrë me këtë rast, dhe do e kuptoni në fund të procesit që ne nuk kemi qenë dhe janë komplet akuzat të pabaza. Të paktën kështu lënë me kuptu sjellja e tyre në sallë të gjyqit, po është tepër e çuditshme se sillen ata ka shitë palës tjetër në këtë rast ose familjeve të dy nxënësve të azëm që sepse gruaja e shoferit vazhdimisht ka marrë pjesë në seancat gjyqësore, por nuk është komplet e qetë, themi kështu, pa mimika, pa gjeste, dhe gjykimin e ka dhënë dëshmi në fakt e ka dhënë në seancë të mbyllur, por janë familjarët e dy nxënësve Ledion Hamza. Një deklaratë të babait, i cili tha babait të njëri prej djemve pra 17 vjeçarëve të vdekur këtu të vrarë në këtë sulm, i cili kështë thënë që gjithë rasti në fillim ishte tentuar që të paraqitej si akt terrorist. Po, pikërisht edhe ka qenë reagimi i tyre se si ne që 5 vjet po vim këtu, po i shohim këta vrasësit e fëmijëve tanë, edhe ata thonë me siguri që Halili, pra babai 2 djemve, i ka shtyr ata, ja u ka dhënë udhëzimet, si thonë, ja u ka bërë planin dhe 2 djemët e kanë ekzekutu në terren këtë, sepse Halili kujtojmë që në ato ditë ka dhënë edhe intervista për media duke thënë që jemi shumë të prekur me tragjedinë që na ka ndodhur në fshat dhe duke shprehur ngushëllime për familjarët, edhe ka qenë në pjesën ku shkryer e pamja për 2 nxënësit që vinin pikërisht nga Glloxhani. Pak a shumë si në Ajmur Seli, si që për me kriju këtë alibin që ai nuk ka të bëj kurrë me rastin. Po familjarët vazhdimisht kanë reaguar kështu edhe nuk ju bë faj për arsye se rasti ka qenë tetë i rënd, 2 Ledioni dhe Genta ishin duke ardhur me autobus krejt pafajshëm, ishin gjend rastësisht në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, më të themi, dhe derisa familjarët po i presnin siç kanë thënë për të hangër drekën, darkën bashk, kanë dëgjuar të shtëna dhe më vonë janë informuar që edhe ata kanë ndruar jetë aty, kanë kërkuar me patjetër burgim të përjetshëm për treshën, sepse ata janë të sigurt që ata e kanë kryer, duke marrë shkas edhe nga kjo pasqyrë që e ka dhënë prokuroria, pra motivin, si dyshohet, si është organizuar, si janë sjellur këta paraprakisht dhe si është vepruar para rastit dhe edhe pas rastit po ashtu. Edhe këta kërkojnë me patjetër që t'jepet burgimi përjetshëm, por nëse nuk jepet ky vendim, këta kanë paralajmëruar që do të marrin masa vetë, dhe ky mendoj është një pikë e nxehtë, kjo është një pikë e nxehtë e këtij gjykimi që dallon nga gjykime tjera, sepse këto nuk veprohet vetëm me ligj, kanë paralajmëruar që nuk do të jetë vetëm vendimi i gjykatës, po cili do që të jetë ai vendim, palët ka mundësi të agravojnë dhe të marrin edhe vetë masa. Ka rrezik brakmarrje. Po, kam paralajmëruar vetë në sallën e gjyqit që nëse ju nuk i dënoni këta, do t'i dënojmë na do të marrim gjykimin për këtë rast, sepse ata janë të sigurt që pra prindrit e ty 17 vjeçarëve apo në këtë rast e gruaja e
Jo, më shumë janë familja e dy nxënësve, të cilët edhe dje babai i Ledionit pikërisht ka thënë që nëse këta nuk janë vrasësit edhe nëse këta nuk dënohen, unë kam i sjell këto dy djemtë e mi dhe kam i vrarë dhe kam i thonë që unë e bona. Është pak edhe mlef i tyre, frustrim, pasi edhe procesi ka zgjatë tepër shumë, 2 vjet e gjysmë janë bërë hetime nga prokuroria deri në ngritjen e akt akuzës, edhe pjesa tjetër ka qenë gjykim deri të hënën i bie kur do të jepet vendimi, po është edhe një mlef i tyre për rastin edhe tu e ditë besoj që këta jetojnë në vendin e njëjtë në Glogjan, familjarët njihen mes vete, është vend shumë i ngushtë, shumë i vogël edhe normalisht e kanë edhe më shumë lefe se si një person i njohur e bëri këtë, duke e mos llogaritur që nxënësit e tyre po vinin me autobus edhe ata mund të pësonin në vendin e njëjtë, po këta edhe më shumë e mbështesin këtë me atë që këtë rasti ka pasur qëllim të paraqitës si sulm terrorist, edhe jo si një rast hakmarrje, edhe për këtë arsye nuk kanë menduar mbase që do dalin kështu zbuluar edhe që do të ballafaqohen më pasaj edhe jo vetëm me drejtsinë edhe me proceset gjyqësore që mund ndodhin këtu, po edhe me pjesën e revoltës të banorëve edhe të vetë familjarëve. Rreziku është më i madh për faktin që është vend i vogël, me që ka pasur një letër të sëndjerës, pra vajzës së personit tashmë të akuzuar dhe motrës së 2 vëllezërve të akuzuar, dhe nga kaq sa kuptoj, shoferi pas ka pasur një lidhje jashtëmartësore. A është kështu? Po i bie. A e kishte ditur gruaja apo mund të jetë shokuar me këtë detaj mbase në seancë, kur ka parë dhe informacionet nga familja e shoferit janë të pakta, ne gjatë kur është ngritur akt akuza vazhdimisht edhe kur ka pas zhvillime për këtë rast, unë e kam vizituar personalisht familjen e shoferit Gani Gjokaj, por nuk kanë dhënë asnjë informacion, nuk kanë pasur dëshirë të deklarohen edhe informacionet sa i përket tyre janë shumë të pakta për arsye se edhe dëshmia e gruas edhe të tjerëve që konsiderohen dëshmi të ndjeshme në këtë proces edhe informacione personale të çiftit në këtë rast janë zhvilluar të mbyllura dhe nuk